atë rastin që ka përmend me shumë herë e keni njohur, ata ai hoxha kur i ka thonë atij, njëri për njerëzve kanë. A jetu pendu të Allah xhelal fargjendje, jo valla çon të pendu. A jetu më nuk më pendu, se vallahi shkon më po ju për një më afër. Se tutet më bëu teuba. Atë mirë ti me siguri tu s'po pendosh, as si tu më nuk fal për teuba, ti me siguri ki dy jeta. Një ardhi që ashtu tjetra kur vjen, po nëse kam një kam, thotë ki dy dunjaja, po që mos vat një kam, në dunja kam në Allah. Që to më bëu humb s'ka tjetër. Thotë ti me siguri ki marrësh me Allah xhelalu ala, ta ka zbulu ty ditën e vdekjes, një operacion me dekët, nuk e di hoxha stas as kurrë. Thotë njëri më që s'bën çka bën ti. Njëri më që nuk bën. Ti ka qit gishtin krynera. Me menu, ku je të shku? Ka din që aje ka fatin e jetës të në ndorë. Një herë thot, ball, s'ka mo. Murë fund, krejt murë fund. 100 herë, kaj, gjak qitë më thëni. S'kryjnë punë mo. S'ka. Qënë sëtë, të Allah xhallahu ala, sëtë, që sa dalin i hullë. Sa ka mes njërë dhe vdekjes. Sa është përzure e gajtë. Sekunda. Mes teje dhe vdekjes sekonda. Mjaftojnë 3 sekonda edhe prej je nuk je. Apo? Shikoj tash ti. Mbrën 3 sekondave. La ilaha illallah. Çi të gishtin me në Allah. Mbrën 3 sekondave. Një lot i rrekullisun kaj gjunat e fal më aftë. Mas 3 sekondave, gjak me dal besive kur është mirë parasysh më aftë. Ai të minuti këtë punë. Ai të minuti që shkon ke zom, nuk ka ke punë. Hat kur dush ti, kajtën e Allah i nesër më falë. S'ka me kajt më. Nuk ka me kajt. Ku farë ka me kajt gjak, s'ukrim punë. S'ka më me kajt. As nuk ka më rëzum më, as nuk ka më rëtullis më, qka dush banë më. Krejtja e qka donë, prej mundësis me fitu, nga mundësia mbës me fitu jenë 3 sekonda. Krejtë që kja të. Andaj, a pa njëri me që më kësi loj avanturash, po, me jetë në vetë, a pa njëri kësi loj bijaz me jetë me lutë njëri apë. Kocë, hajtë të përvaj, nuk lutë, jetë nuk është bijaz, jetë nuk është aventur, jetë është emanet që dush me dërdu që është duhet. E njësë nuk menoj vëlla për këtë qërës jetë në sfalë. Edhe këtu, që qëfar vlerë Allah ka pasimit. Dikush mundur me pasu pejgamberin s.a.s. Nuk me kone sinqert, dikush ondër ka pa dhe qëtë e zhveshtë, ti si e pasu së për. Mirë në regu, po të di qëka e të boti. Te adin nga qëka po më privonë mua, a pedin. A jeve dishëm për këtë qështje. Allah njëri që e kupton këtë, e kupton përgjësin e ulemave. Imam Bukhariu, rahimullah, kush e kërë Imam Bukhariu? Imam Bukhariu, kush ka qenë? Simboli njëri i islamet, vëz njëve. A njëri ka qenë i detyrum, nuk ka pas qare, pa folë për njerëz. Ama s'ka folë për njerëz, fillon i vestiku, ka folë për transmetues e hadithit. I ka vlerësu këta njerëz, a janë të përshtatshëm, që të pranohet lajmi i tyre, apo s'janë të përshtatshëm. Për të mbrojt sunet në pejgamberin s.a.s. Dhe kemë njerë që i kanë dhe, kanë shku, po ka qëllu e amë në ti i sërat. Pas me te, më shdo atë me vlerësu, kënë njëri, a pranohet atë një tja, apo nuk pranohet atë një, me përgjësit madhe. Po, në zëstet Bukhari, kush flet? Në zëstet Imam Ahmedi, kush flet? Imam Bukhari, shpesh herë, e ka përmend, dhe më thonë, ngarkesën e madhe që e ndim për kësaj, me mujtë, ja kish falë të kujta për. Madje transmetohet për ti se ka thënë, duke qajt ka thënë, ne të kellemu, ne po flasim, fi unasin, për njerëz të sëtë ndoshta tash kom janë të ju prejkë në gjenet aty në të. A neve në benizim për ta me folë, po s'kem qara, se kem për më mbrojt hadith në pejgamberit s.a.s. Imam Bukhariu s'ka pos qara, me mujtja kish falë dikujta. Asa shumis dhe njerëz që flasin për njerëz, apo që marrin guxim të zhveshin dikën nga e drejta e përfitimit nga këtu vlerat pasimit, kush i nga të njerëz? Pra e sikur se e kemë përnë vazhdimin me ndërruar. Në që se mendim mirë, fjala jote, kur gjë këti i mirë nuk i iman, heq kur gjë. A njërë Allah më sfarë. Ma mirë është të. Ka djetar, ka gjallar, që duhet me volë, pa tjetër, sprova është kja të. Shumica e gjematet qëmë për tyne. Heq kur mos me folë për të punë, të maja të medit. Absolutisht, kur gjë kënë në mesë dikan, si e të medit, kur gjë keqë. A pse atër me folë Allah? Pse me ngarku vetën? Edhe në qëpë si a qëllat?
se me nga kuvet ato.